Mendoj që Alesh Pipan ka sjell risi, ka sjell gjithçka pozitive në ekipin e Yllit, përveç lojtarëve, shihet disiplina në lojë. Ardha Wilson e përforcon edhe më tej ekipin dhe organizimin e lojës. Lojë mirë e Lis Shoshit, i cili tani më angazhohet maksimalisht për të ardhur te një rezultat pozitiv. Unë mendoj që Alesh Pipan ndoshta nuk na i ka mush shtynin sa i përket ndeshjeve të para, mirë po shihet dora e tij. Dora e një trajneri me shumë përvojë, një trajner i cili ka bërë gjithçka në basketbollin evropian, do thot një trajner i cili vrehen ndryshimet e tij në stilin e lojës, në disiplinën e lojës, pastaj ka gjëra shumë pozitive të Yllit, edhe unë mendoj që Ylli do të jetë kundërshtar i denjë gjitha këtyre ekipeve që do të luftojnë për titullin e kampionit. Na kujtohet shumë mirë Ylli në fillim të kampionatit, kur e pati një trajner i cili vërtet nuk e dinte se për çfarë ka ardhur në Kosovë, më pastaj përforcimet ishin jo të duhura, mirë po stabilizohet ekipi i Yllit, flasin më mirë këto dy ndeshje kundër Trepçës dhe Prishtinës, madje Prishtinën në poshtë pa kur farë problemi, me një diferencë shumë të madhe, ndoshta ka mund të jetë diferenca shumë e madhe se sa që ka qenë në fund, edhe mendoj që Ylli me këtë skuadër, me rikthimin e këtyre lojtarëve të lënduar, do të jetë kandidati ndër kryesorët për të fituar titullin e kampionit. Na kujtohet vjet pas ardhes Mijovicit ndryshojnë gjërat në Ylli, tani pas ardhes Alesh Pipan edhe aty ndryshojnë gjërat në aspektin pozitiv, edhe mendoj që vetë ndeshja e mbrëmshme flet që do të jetë kandidat shumë i rëndësishëm Ylli në vazhdim të kampionatit. Altin, Blerimi e përmeni ardha e Derek Wilson, a ta mërmeni që ka qenë lojtar që i ka mungu therandasve, ju ka dhënë stabilitet edhe i ka bo lojtar tjerë më të mirë? Po, Agon, sa menqër kam punu. Do me thonë, paramendoni tek që të marrë Trepça Wilsonin. Wilsoni është viti i tretë në Kosovë. është viti i tretë në Kosovë. Këto e kemi Janin, që është viti i satë në Kosovë. Harova ta përmendë dhe janë palokaj. Nes viti është që sa në Kosovë është. Dy gjirët e fundit, kërë në fillim tash kjo ka out kate. Dy gjirët e fundit është MVP lejtari ma i dalun. është Lisi, i cili para 2 sezonash, sa herë që është karon tokë, është frigu më si ka ndodhë në lëndim. 35 minuta, edhe ka lujt, do me thonë, sikur ai Lisi që jemi mësu me po. Kjo për mu më ka knaqë shumë që pesho.